Mirë, për të rikthyer prapë edhe një herë të kjo gjë, tek dakordësia për ndryshime në ligj apo ndoshta ndërhyrje dhe ndryshime në kushtetut. Atëherë, duke parë retorikën politike dhe gjuhën që po përdoret nga të dyja palët ndaj drejtësisë, a mendoni që ndoshta mund të ketë një shtek që në këto ndryshime të cënohet, ose mbase kjo është një fjalë shumë e madhe, por të ketë një farë presioni mbi drejtësinë që aktualisht po bën dhe po heton dosje jo të vogla apo jo? Rreziku është absolutisht i madh, sepse ndërkohë që palët deri tani ishin të pozicionuara njëra kundër, siç ishte opozita e sulmonte drejtësinë për shkak edhe të marrëdhënieve personale që ka Sali Berisha dhe Ilir Meta me prokurorinë, ndërkohë që majoranca socialiste ishte bërë mburoj. Çështjet e hapura gjatë vitit kaluar bën që edhe majoranca socialiste ta sulmoj prokurorinë, kishte dhe ka ende përpjekje që janë në këmbë për të monitoruar apo për të hartuar, për të rishikuar ligjin për funksionimin e SPAK-ut, për të riparë reformën në drejtësi, sepse nuk ka ecur mirë e kështu me radhë. Të gjitha këto lënë shtigje për të bashkuar votat të dyja palët, sepse përtej diskursit të përditshëm publik për drejtësi të barabartë etj, shikohet që dëshira për t'i vënë shkopinë në rrota prokurorisë apo drejtësisë së re. Besoj që në këtë pikë garancia më e madhe nuk është politika jonë, por është mbështetja ndërkombëtare që SPAK-u dhe BKH-ja tashmë kanë. Është rikonfirmuar pas një periudhe pezulli desorientimi nga ana e politikës jashtme amerikane në raport me çështjet ndërkombëtare dhe ato që lidhen me vendin tonë. Politika amerikane është orientuar në një mbështetje të pa diskutueshme për SPAK-un, deklaratat për mbështetje në luftë kundër krimit të organizuar, karteleve të drogës, trafikut ndërkombëtar etj. Janë tashmë sistematike nga ana e ambasadës amerikane në Tiranë, duke demonstruar mbështetjen e vazhdueshme ndaj drejtësisë. Dhe besoj që kjo mund të jetë një lloj garancie që politikës sonë, qoftë me marrëveshjet e heshtura, qoftë në marrëveshje publike, t'i vënë shkopinën në rrota. Kështu që është një lloj garancie kjo, dhe ky është një lajm i mirë. Ndërkohë pastaj ka hapësira plot që opozita dhe majoranca të bashkëpunojnë në të mirë të vendit. Janë dy procese, dy reforma që për mua janë më të rëndësishmet e kësaj legjislature. Është ligji zgjedhor dhe ligji i ri administrativ apo ndarja e re territoriale, të cilat janë absolutisht jetike, e para për funksionimin e demokracisë dhe e dyta për funksionimin e pushtetit vendor dhe për shpërndarjen e shërbimeve publike ndaj qytetarëve. Këtu do duhet që palët të bashkëpunojnë pa patur asnjë lloj dileme dhe mbi të gjitha pa patur asnjë lloj ngurimi për të atakuar publikisht me idenë që ja po bashkëpunojnë votat etj. Këto janë dy çështje që janë absolutisht